Kelly tani ka thënë se sot e kemi të mbushur me Big Brotherin. Kelly ka dhënë një deklaratë, domethënë nga që nuk e folur me Rozanën, dhe tha pas hyrjes së Eglit ky muhabet, tha që po fliste për Gjestin. Dhe Gjesti në një moment kishte fikur telefonin, kishte fikur mikrofonin, kishte shpërthyer një të shara dhe kishte thënë nuk më lën të dal prej këtu. Rikujton që Gjesti u përpoq të kalonte murin. Mendon Greta se po mbajnë me zor? Tjetër, ajo duket, është një gjë që duket. Me zor po e mbajnë, se po të shofësh për shembull goditjen që i bëri Xhibani Gjestit dhe goditjen që i bëri Gjesti Vërthëllonjës. Si e kam, ne jemi bërë me këta. Viserlo, ajo ka Viserlo, nuk e di se si shqiptar, po Viserlo i themi ne. Edhe ajo e Gjestit ishte më rënd, me të drejtë, dhe Gjesti po bën të tilla gjëra që ta nxjerrin me zarf të zi dhe nuk e nxjerr njeriu, e kupton? Kam përshtypjen që realisht kështu po ndodh. Aty djali me vërtet ka ardhur vajt hundës tani. Edhe mbase prandaj po del pak sa keq edhe në sytë e publikut. Bëj që ta largojnë. Po imagjino theu një ndër rregullat bazë dhe çfarë bën, i ulën çmimin e madh. I përgjithmuan çmimin e madh. Mbetet për të parë, po ky produksioni është pak sa i frikshëm.